Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Komiteti për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian e ka miratuar draft rezolutën për Kosovën, në cilën mes tjerash kërkohet heqja e menjëhershme e masave të BE-s. Autori i raportit është Riho Terras, raportues i këtij institucioni për Kosovë, i cili ka thënë se Kosova e ka vendin në Bashkimin Evropian. Në këtë dokument mbështetet aplikimi i Kosovës për antarësim në BE dhe ftohen vendet anëtare të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë pa vonesa të tjera. Parlamenti Evropian mbështet edhe kërkesën e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës dhe planin për t'u bashkuar programit të partneritetit për paqe të NATO-s. Nënvizohet gjithashtu progresi domethënës në fushën e drejtësisë, të sigurisë dhe lirive, të luftës kundër krimit të organizuar dhe të funksionimit të ekonomisë së tregut, por shpreh keqardhje për përparimin e limituar në sundimin e ligjit. Shqetësim serioz shprehet edhe për dobësitë sistematike të sistemit të drejtësisë në Kosovë, sidomos sa i përket pavarësisë dhe respektimit të ndarjeve të pushteteve. Shqetësim shprehet gjithashtu për situatën e sigurisë në veri të Kosovës, posaçërisht pas sulmit të armatosur në Banjsk dhe atë në Iberlepenc. Kërkohet sjellja para drejtësisë autorëve të këtyre sulmeve. Keqardhje e veçantë shprehet përse Serbia nuk i ka nxjerr para drejtësisë kryesit e sulmit terrorist në Banjsk, përfshir ish nënkryetar në listë serbe Milan Radojčić. Dokumenti shpreh gjithashtu mbështetje për procesin e dialogut për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë dhe përshëndet emërimin e Peter Sorensenit në postën e emisarit për këtë dialog. Pas aprovimit në Komitetin për Politikë të Jashtme, ky dokument gjatë muajve të verës do të votohet në seancë plenare ku do e merr edhe verzionin e rezolutës së Parlamentit Evropian. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në detyrë Donika Gërvalla tha pas mbledhjes së Këshillit të Sigurimit të OKB-s së Serbia edhe kësaj radhe Serbisë ju krijua mundësia të shpërndajë propagandë pa u ndëshkuar nga të pranishmit dhe nga opinioni ndërkombëtar. Në një prononcim për korrespondentin tonë në New York Halil Mula, ministrja Gërvalla foli edhe për formimin e institucioneve të reja në Kosovë pas certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Si kaloi mbledhja e radhës e Këshillit të Sigurimit? Fatkeqësisht edhe një mbledhje e Këshillit të Sigurimit gjatë së cilës i krijohet mundësia Serbisë që të shpërndajë propagandën dhe dezinformatat e saj pa u ndëshkuar nga të pranishmit, por edhe as nga opinioni ndërkombëtar. Serbia në vazhdimsi ka dëshmuar që propaganda, gënjeshtrat i përdor si instrumente në fushatat e saj, jo vetëm kundër Kosovës, por edhe kundër shteteve të tjera fqinje. Fatkeqësisht, raporti i UNMIK-ut edhe këtë herë ishte po aq i njanshëm dhe tendencioz, duke marrë pothuajse tërësisht narrativën e Serbisë. Mirë po, përdesa Kosova hec përpara, bën progres në të gjitha fushat e rëndësishme që kanë të bëjnë qoftë me shtetin ligjor, qoftë me demokracinë, edhe në anën tjetër zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi i vendit hecën përpara, do të na duhet edhe për një kohë kam frikë që të përballemi me situata të tilla, të cilat nuk janë të këndshme, por në fund të fundit nuk ndryshojnë asgjë në perspektivën afatgjatë Kosovës. Edhe një pyetje jashtë i kontestit. Si po shkon realizimi i vullnetit sovranit në Kosovë? Shumë mirë, më në fund KQZ-ja arriti që t'i numroj dhe certifikoj votat dhe tani e kemi radhën si fitues të qartë të këtyre zgjedhjeve, e kemi radhën që të formojmë qeverinë. Me datën 15 do të takohemi në kuvend për të konstituar kuvendin dhe më pas në bazuar në të gjitha afatet ligjore të parapara në kushtetutën tonë, ne do të formojmë qeverinë sepse jemi një fitues i qartë i këtyre zgjedhjeve. A do të reflektojnë partitë politike të Kosovës, siç kërkon Kosova? Atë nuk mund t'ju a them, sepse po i shihni vetë se si janë debatet mediale, mirë po unë mendoj që Kosova nuk e ka luksin të as partitë politike, as mekanizmat të tjerë shoqëror nuk e kanë luksin të sillen në këtë formë, prandaj me shumë përgjegjësi, me shumë përkushtim, fituesi i këtyre zgjedhjeve do ta bëj qeverinë edhe duhet ta bëj qeverinë sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Në rast se qeveria nuk arrin të bëhet, duhet të shkojmë në zgjedhje të reja dhe thjesht nuk dua ta besoj që as qytetarët, por as partitë e tjera që i kanë humbur zgjedhjet këtë herë do duan që të dalin në zgjedhje të reja. Morët ndonjë mesazh nga miqtë
tonë, cilët i takuat sot? Po mesazhi edhe publik i Shteteve të Bashkuara ishte shumë i fuqishëm. Për herë të parë, përsëri pas disa vitesh, flitet me kaq qartë dhe pa ekuivoke që zgjidhja është njohja e ndërsjellët, e tha përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe prandaj shpresoj që me një bashkëpunim shumë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara, me Mbretërinë e Bashkuar, me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe me të gjitha shtetet e NATO-s të arrijmë një progres në fushat e kërkuara, në fushat e nevojshme, sepse Evropa dhe bota po ballafaqohet me sfida të mjaftueshme. Ministre, faleminderit. Suksese Kosovës. Faleminderit shumë dhe juve. Besimi i ndërsjellë, koordinimi dhe bashkëpunimi si dhe përparimi në dialogun me Serbinë janë disa nga pritjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë dhe Mbretërisë së Bashkuar nga Qeveria e re e Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radion Evropa e Lirë se SBA për një kohë të gjatë ka mbështetur Kosovën në rrugën e ndërtimit të një shteti sovran demokratik, multietnik dhe prosperues. Presim të punojmë me qeverinë e re të Kosovës për të mbështetur stabilitetin dhe sigurinë rajonale, tha një zëdhënësi Departamentit Amerikan të Shtetit. Edhe ambasada e Gjermanisë në Prishtinë tha se pret që më 15 prill të zgjidhet kryetari dhe nënkryetari të kuvendit, duke hapur kështu rrugën për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Ndërka që ambasada britanike në Prishtinë deklaroi se shpreson se qeveria e ardhshme e Kosovës të adresoj nevojat e të gjithë qytetarëve, përfshirë edhe përparimin sa i përket integrimit të serbëve dhe angazhimin e fuqishëm në dialogun për normalizimin e raporteve me Serbinë. Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të ditur se deri më tani nuk ka marrë asnjë ftesë nga lëvizja vetëvendosje për ndonjë takim konsultativ rreth formimit të institucioneve të reja, konkretisht qeverisë. I pyetur nëse do ta pranonin një ftesë eventuale nga vetëvendosje dhe për mundësinë e një koalicioni me të, deputeti zgjedhur i PDK-s, Fadil Demaku, nuk dha përgjigje konkrete, por tha se PDK-ja është parti e përgjithshme para votuesve të saj dhe qytetarëve të vendit. Sipas tij, qasja e lëvizjes vetëvendosje që nga fushata zgjedhore tutje nuk ka qenë korrekte ndaj oponentëve të saj politik dhe e njëjta duhet ndryshuar. Me Demakun bisedoi gazetarja Valmira Hoti. Atëherë, zotri Demaku, tashmë është e qartë se partia fituese e zgjedhjeve lëvizja vetëvendosje vetëm me pakicat jo serbe nuk do të mund ta formojë qeverinë. A ka ardhur deri më tani ndonjë ftesë tek PDK-ja për ndonjë takim konsultativ nga kjo parti? Jo, deri më tani, atësa jemi të informuar ne, në Partinë Demokratike nuk kemi pasur asnjë ftesë nga lëvizja vetëvendosje. Po çka nëse vjen një ftesë e tillë, do t'i përgjigjet pozitivisht apo jo? Partia Demokratike gjatë kohës prej që kanë përfunduar zgjedhjet, pra prej që janë certifikuar, ka pasur qëndrimet e saj për publikun, për opinionin e gjerë sa i përket kësaj çështje, dhe kemi pasur pak ditë më parë edhe deklarimin e vetë kandidatit tonë për kryeministin zotit Bedri Hamza, dhe ne besoj që do të ecim në atë linjë që Partia Demokratike është shumë e përgjithshme, është parti institucionale, është parti e cila është korrekte në raport me votuesin, me qytetarit, dhe e di shumë mirë përgjegjësinë që ka një parti institucionalisht se si të ecet në këtë proces. Çfarë kupton kjo që mund t'i përgjigjet pozitivisht apo jo ftesës? Unë ku e them, nuk e kam të drejtën që të jap një koment sa i përket kësaj, sepse janë qëndrimet të cilat merren në nivelet e partisë, por po ndërlidhem me qëndrimin e kandidatit Bedri Hamza që ne jemi të përgjithshëm përpara qytetarëve të vendit. E shihni të mundshëm një koalicion? Ka mundësi, hapësirë për bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje, sadopak për të mirën e vendit, apo kategorisht jo? Partia Demokratike ka qenë e kujdesshme edhe gjatë kohës së fushatës zgjedhore, edhe pas përfundimit të zgjedhjeve, sepse është parti e cila ka një histori të gjatë institucionale dhe është parti e cila ka dhënë kontributin më të madh gjatë proceseve që kemi kaluar si vend dhe është e përgjithshme në të gjitha fazat e saj. Në raport me partinë vetëvendosje kemi parë që qasja nuk ka qenë shumë korrekte në raport me oponentët tjerë politik, kemi pas një agresivitet të komunikimit, pastaj të shpërfaqjes të gjitha saj, si lëvizje vetëvendosje, çka tregon se nuk kanë qenë të
kujdesshëm në raport me votën e qytetarëve, në raport me njohjen e verdiktit të qytetarëve në përgjithësi dhe kanë treguar që nuk marrin përgjegjësi institucionale në mënyrën ashtu se si duhet dhe se si e kemi për detyrë përpara qytetarëve. Në këtë raport ne jemi më të kujdesshëm, Partia Demokratike është gjithherë e vetëdijshëm se partitë kanë obligim që të jenë të kujdesshme, që të jenë të gatshme të marrin përgjegjësi për institucionet dhe për të quajtur proceset përpara. Mendoni se pikërisht kjo do të jetë edhe pengesa për ndonjë bashkëpunim me tutje apo jo? Ky çështja. Çështja e tyre deri tani ka qenë as pak jo e dur, nuk ka qenë korrekte, ka qenë një çështje pak a shumë manipulative në raport me opinionin dhe besoj që ata do të ndryshojnë këtë çështje në raport me oponentë të tjerë politik, sepse deri tash kanë dhënë një shembull i as pak të mirë. Po, ndërkohë nëse lëvizja vetëvendosje nuk arrin ta formojë qeverinë, siç dihet rradha i takon partisë së dytë të zgjedhjeve, në këtë rast PDK-s, ju si PDK keni pasur një takim shtesë përveç atyre më parë që janë realizuar me drejtuesit e partive të tjera opozitare në lidhje me formimin e qeverisë së re, apo ende nuk ka ndonjë lëvizje? Partia Demokratike e din edhe opinione që ka pasur takime me përfaqësues të partive tjera opozitare, gjithherë në kodet e asaj që është përgjegjësi që të punohet në këtë drejtim, ne jemi të vetëdijshëm për procesin, ne e dim saktësisht se si janë të përcaktuara gjërat me kushtetut, ne do t'ju përmbahemi rregullave dhe afateve kushtetuese dhe në momentin e tashëm Partia Demokratike është e gatshëm të merr përgjegjësi që të krijojë qeveri dhe ta çaj përpara programin e saj të cilën e ka bërë të njohur përpara qytetarëve gjatë gjithë procesit që kemi kaluar elektoral. A kemi parasysh që LDK-ja kërkon dhe insiston në postën e kryeministrit? Keni pasur ndonjë diskutim rreth kësaj çështje, ndonjë parafrim qëndrimesh apo jo? Si ju insistoni që posti i takon PDK si parti e dytë? Ne mendojmë që realisht i takon Partisë Demokratike të Kosovës, për shkak të asaj që thatë edhe jo, sa i përket kërkesave të LDK-s, ato janë kërkesa, por në momentet e rëndësishme kur vjen çështja për të ecur përpara procesit, të gjithë do të jemi më të arsyeshëm përballë asaj që është përpara. Dhe besoj që të gjithë do të jenë të arsyeshëm në këtë drejtim. Ka pasur deklarime në çarçe të ndryshme si politike dhe analitike se mund të ketë lëvizje të deputetëve për votimin e qeverisë Kurti. Janë përmendur edhe ndër aty këto emra të deputetëve të PDK-s. Jeni të unifikuar si parti? Plotësisht, jam i bindur plotësisht që Partia Demokratike është shumë unifikuar në këtë drejtim dhe të gjithë deputetët e Partisë Demokratike janë tepër serioz në atë që përfaqësojnë përpara votuesve të Partisë Demokratike. Faleminderit shumë për kohën, nderuar. Profesori universitari së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu vë në pa mundësinë e votimit të qeverisë së lëvizjes vetëvendosje edhe nga deputetë partive të tjera opozitare, pasi siç thotë asnjëri nga ta nuk do të dëshironte zgjedhje të reja. Sipas tij, përpjekja e parë për formimin e qeverisë takon vetëvendosjes, por nëse ajo nuk arrin ta bëjë atë, mundësia kalon tek partia e dytë e zgjedhjeve, ndonse siç thekson, opozita nuk ka harmonizim të qëndrimeve për formimin e qeverisë së re. Vendosja ka për detyrë ta aprovojë dhe presidenti ka për detyrë që ta ftojë. Paraprakisht në bazë kushtetutës, partinë fituese, gjithsesi koalicionin në këtë rast, që të ofrojë mundësinë e numrave 61+ për ta formuar qeverinë. Nëse këta, sepse mund të ketë edhe kur nuk i ka valmir numrat, mund të dikush nga parti tjera ta votoj. Për arsye se asnjë deputet nuk dëshon. Keni parasysh çfarë odisejade është maratonike për të shkuar edhe një herë në zgjedhje. Secili prej tyre ka harxuar me 10.000 euro për të bërë deputet. Dhe është edhe interesi shtetëror, shoqëror, po supozoj të çdo deputet dhe vedia që nuk është mirë që të shkohet pas 2-3 muajsh në zgjedhje të tjera, kur i patëm këtu dhe kur u dha verdiktin nga qytetarët. Pra nuk dihet ende, por nëse nuk arrin që në përpjekjen e parë që i takon me kushtetut, pasi të mandatohet kryeministri tanishëm si kryeministër i arshëm, për ta bërë qeverinë, pas 15 ditësh i jepet afat një partie tjetër që brenda 15 ditësh të provoj ta krijoj këtë shumicë.
Kjo mund tjetë partia dytë, si që është për dhe kjo, mund tjetë në një parti tjetër ose koalicion që e bën numrin, ose mendon që e ka numrin 61+. Dhe nëse për 15 ditë ata e bëjnë atë numër, mbahet seanca kuvendit, votohet nga kuvendi qeverisja, kabineti, nëse votohet, krijohet qeverisja e pakicës parlamentare dhe e opozitës. Nëse jo, brenda 20-25 ditësh presidenti është detyruar të shpallë zgjedhjet e reja të jashtëzakonshme dhe të përkohshme dhe shkojmë do të thotë në zgjedhjet e reja edhe një herë. Ju mendoni që jemi më afër një zgjidhjeje drejt formimit të qeverisë apo më afër zgjedhjeve të paragjykshme? Nuk mund ta paragjykojmë as ta profetizojmë këtë punë, por varet nga shumë faktorë. Përmenda më parë, faktori kryesor është vetdia institucionale e deputetëve. Unë mendoj që pa marrë parasysh cili do deputet, cilës do parti, programin dhe synimet politike dhe qëllimet politike që ka një subjekt politik, për ta penguar ose jo një qeverisje të re, do duhej që vetdia institucionale atyre parlamentarëve, bazë të dispozitave të kushtetutës e kanë vetësinë e plotë, pra kanë autonominë e plotë që të votojnë sipas ndërgjegjes bindjes së tyre dhe interesit të qytetarëve që kanë votu, mund ta votojnë edhe nga parti tjera pa marrë parasysh çfarë qëndrimi ka subjekti politik i tyre. Pra mund ta votojnë qeverinë dhe mandej presim se apo mund të mbijetojë kjo qeveri ta ketë shumicën. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë thash më parë, atëherë afatet kushtetuese rrjedhin 10 ditë plus 15 ditë, nëse në këto dy afate njeri subjekt, ose në këtë rast i pozitës, vetëvendose me alatet e vetë, ose opozita e bashkuar, e cila nuk po mund të bashkohet në asnjë mënyrë, deri tash të paktën e krijon mundësinë, e formon qeverinë, e krijon shumicën për gjatë një deputet plus, atëherë kemi qeveri, nëse nuk kemi, natyrisht shkohet në zgjedhjet e reja. Besoni në qeveri të opozitës, kemi parasysh postën e kryeministrit, që të gjitha partitë, sidomos dy të parat ma zëvendosjes, po synojnë atë. Po pikërisht për këtë thash pak më parë që fatkeqësisht mund ta formojnë teorikisht në bazë kushtetutës, por praktikisht nuk kemi harmonizim të qëndrimeve, nuk kemi unifikim të qëndrimeve as të opozitës. Sepse subjektet politike opozitare të paktën në fakt të trijat kanë synime tjera. Njëra thot po me ju veç kryeministër, tjetra thot nuk du me ju as me këta, tjetra thot do të bëhem me këtë rasnisma, do të bëhem me këndo që e banë për interes shtetit qeverisja në kështu me radhë, pra nuk ka qëndrime të unifikuara dhe prandaj kemi një situatë shumë amorfe dhe do të thosha potencialisht të rrezikshme dhe të dëmshme për shtetin, për arsye se mos formimi i qeverisë në këto rrjedha tani aktuale që nuk janë favor të askujt, asnjë shteti, të destabilizimit do të thosha global, atëherë dhe të rrështimeve gjeopolitike, të rindërtimit të një rendi të ri botëror, është jo serioze dhe papërgjithshmëri politike, gjitha subjekte politike, opozit që të mos bashkohen, ta bëjnë një qeverisje të unitetit kombëtar ose qeverisje nacionale, siç do thuaj ndryshe, e cila do të ishte me bazë stabile për t'i përballuar sfidat edhe në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet prezidenciale, po edhe sfidat nga jashtë nga brenda që mund na vinë, po na vinë për çdo ditë e që mund ta rrezikojnë thjesht kompaktësinë dhe kohezionin politik dhe shoqëror, ekonomik nëse doni dhe social, të zhvillimit dhe të avancimit të konsolidimit të këtij shteti në planin ndërkombëtar dhe nacional ose vendor. Siç e thash më parë, LDK-ja i mbylli dyert për bashkëpunim lëvizjes vetëvendosje. Mund të kenë ndonjë mundësi të bashkëpunimit me partinë e dytë nga lëvizja vetëvendosje me PDK-n këtë rast? Po do të kishte edhe do duhej, nëse nuk merret vesh një parti opozitare me partinë fituese, do duhet merret vesh me partitë opozitare. Prandaj thash opsioni i dytë edhe kushtetuta e lejon dhe ligjet në fuqi që ta bëj opozita. Në këtë rast opozita ka gjasa teorike që ta bëj atë. Megjithëse pengesat praktike unë i shoh, për shembull, këta të komunitetet pakicë të cilët kanë disa kërkesa ekstreme në këtë rast, sepse nuk është mirë ta zësh ngushtë dhe kur e zën mas ngushtë mikun, ta shtrëngosh edhe më shumë dhe t'ja zësh frymën. Një e dyta duhet ta dinë fuqinë politike, çfarë kanë. E treta kërkesa ekstreme, nuk mundet Kosova të parcializohet, të coptohet në 100 komuna. Keni parasysh, as ka buxhet, as mundësi, po edhe në aspektin e funksionimit gjeopolitik edhe sistemit politik e kushtetues krijohen vështirësi, sepse atëherë po krijojmë mini shtete të çdo komuniteti këtu. Çfarë është kjo?
Do ta dinë qytetarët tanë, gjitha komunitetet se janë të barabartë, kanë gjitha drejtat dhe mundësitë mbi standardet më të larta ndërkombëtare, pra gjitha komunitetet pakicë që jetojnë dhe duhet të përkrajnë edhe ata dhe këta tjerë me zvetit unifikohen dhe ta bëjmë një qeverisje edhe të formojmë institucionet, për ndryshe pse jo kemi dhënë votën e këtyre njerëzve, që të përçahen, që të bëhen pike 5, që ta lënë shtetin balë, apo e lënë shtetin balë. Po, e shini të mundshëm një koalicion PDK-VV? Po patjetër e shoh, sepse asnjë opcion nuk është i paralizueshëm politik. Dhe fundin nëse bazohemi në përvojën politike të tanishme, të 25 viteve, 26 viteve deri tani, ka pasur koalicione më së panatyrshme. Kanë shanë njëri tjetrin, kanë ofenduar, kanë akuzuar dhe më në fund janë bërë bashkë. Pra ka mundësi, po nuk po them unë që duhet sharë në asnjë mënyrë, as nuk duhet të nënçmuar, as nuk duhet fyer, se kur e fyn dikush, një eksponent politik, një subjekt politik i fyn gjithë votuesit e tyre, fyn qytetarët, që kanë një opcion. Dhe secilin demokraci, nëse kemi pranuar demokracinë, të cilën unë nuk po e shoh që po e zhvillojmë si duhet, edhe pse po lavdrohemi se kemi një demokraci të jashtëzakonshme në Ballkanet tjera, unë nuk po shoh më shumë mesetarizëm e inate politike e pengesa bllokada njëri tjetrit në dëm të shtetit. Kjo është në dëm të shtetit, kur kush mund të arsyetoj? Se po punon për shtet kur po punon kundër shtetit realisht. Po flas për disa eksponentë subjekte politike, për të gjithë nëse doni, sepse as këta as ata nuk janë për lavdi, sepse po shifet që nuk kanë energji, disponim, edhe them kurajo morale, etike dhe politike që të kalojnë ato mendimet që i kanë kundërshtuese me njëri tjetrin. Se të mendosh ndryshe nuk do të thotë të veprosh ndryshe. Mund të mendojnë ndryshe, mund të kenë opsione djathas, majtas e tjera demokratike, po kur është interesi i qytetarit, i shtetit, i popullit, duhet bashkohen këta njerëz, që 25 vjet këta pike 5. Edhe kjo është, do të thosha unë, sindromi kryesor që po e pengon në fakt konsolidimin e shtetit shqiptar nga brenda, përveç goditjeve nga jashtë. Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Më 9 prill 2008, Kosova miratoi dokumentin më të lartë juridik të saj, kushtetutën, që përcakton themelët e rendit kushtetues, të drejtat dhe liritë e qytetarëve, si dhe funksionimin e institucioneve të shtetit. Sot 17 vite më vonë rikthehemi tek kjo shtyllë e demokracisë për të reflektuar mbi funksionimin dhe zbatimin e saj në praktik. Për diskutuar në këtë temë, me ne në studio është njëri nga hartuesit e Kushtetutës së Republikës Kosovës, ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese Kadri Kryeziu. Mirë se ardhët në studion tonë, Zdy Kryeziu. Terës Zdy Kryeziu, si e kujtoni procesin e hartimit të Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe me çfarë parimesh e udhëhoqën grupin punues gjatë hartimit? Paraprakisht i uroj të gjithë qytetarëve të Republikës ditën e miratimit të Kushtetutës së parë të Shtetit të Lirë të Kosovës. Kjo ka qenë një punë e rëndësishme, e cila është bërë zbashku me miqët tanë, ekspertë ndërkombëtar, të brendshëm dhe të jashtëm, dhe ka zgjatja 2-3 muaj për mduket kështu, dhe kemi hartuar Kushtetutën, e cila ka hyrë në fuqi me 15 qershor të vitit 2008. Por baza e kësaj kushtetute kishte nisur të hartojë shumë më herët, apo jo? Kushtetuta jonë hyn në kuadër të kushtetutave me element të jashtëm, e në mesin e tyre kushtetutave është kushtetuta Bosnjës dhe Çiprës, që kanë një bazament tjetër. Kushtetuta jonë njihet me pakun atisajt në popull, është një dokument i cili ka qenë bazik, sidomos për minoritetet, pakicat kombëtare në Kosovë edhe për institucionet tona. Kështu që ne kemi përgatitur, e kemi trajtuar së tillë, kemi pasur një mori kushtetutash të Evropës Juglindore, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe kemi nxjerrë gjërat më të mira dhe kemi vendosur në kushtetutë dhe konsiderohet sot kushtetuta jonë një kushtetutë demokratike liberale edhe në nivel të shteteve europiane. Pra, modeli kryesor është marrur nga kushtetuta e Shtetit Bashkuar të Amerikës, apo jo? Jo, i në marrë disa çështje të drejta dhe lirive të njerëzit, por modeli është nga kushtetutat e shteteve në tranzicion, si quajmë ne, shtetet e Evropës Juglindore të Ballkanit. Sepse kanë përshtatur situatës. Kanë përshtatur situatës, se kushtetuta duhet me qenë reale, jo fiktive. Nëse është fiktive, e nuk mund të zbatohet. Është reale në bazë të zhvillimit ekonomiko-shoqëror, politik edhe institucional.
Por sa ishte sfiduese pra gjatë hartimit të kushtetutës duke pas parasysh që në të do të duhet të inkorporojë edhe pakoja ahtisarit? Po shikoni, do të thonë sfiduese se ishte për herë të parë një kushtetutë të shtetit. Ne kemi pas edhe kushtetutat më herët, kushtetutën e Krajinës 74, por kjo është një kushtetutë e veçantë e shtetit si produkt i gjithë rezistencës sonë edhe patësore edhe ushtarake, dhe është dashur me qenë sublime në bazë të këtyre rezultateve. Dhe thotë, ja kemi përshtat, kemi qenë juristë, përfaqësues të partive politike, minoritete dhe kështu me radhë. Në fakt, unë kam qenë kryetari i një komisioni, ka qenë, do të thonë, ai kapitulli 11 tash është kushtetues sektori i sigurisë, që kam hartuar FSK-n, pastaj policinë, AKI-n, gjendjen e jashtëzakonshëm dhe aviacionin civil. A kishit përplasje me mbikëqyrësit gjatë hartimit të kushtetuesës, me mbikëqyrësit ndërkombëtar për nenë të caktuara, për një fjalë që ju dëshironit ta shtonit dhe ata nuk i lejoni kështu me radhë? Duke zdia, kam cekë të tili edhe një herë për cekë, nuk di sa është për opinionin. Interesant kjo, neve dhe tëtë kanë qenë edhe Amerikanë, kanë qenë profesorës Amerikanë, ekspertë Amerikanë, Evropianë, kështu me radhë, donin ta qunin kushtetuta e të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa përmend fare fjalën shqipetar. Dhe profesori Redin e respektuar, ka qenë kryetari i komisionit, dhe mua kështu gjatë gjithë jetës milion gjërat pak më të vështira, tha si t'ja bëjmë këtë, nuk dëshiranin dhe të ketë asnjë fjali shqiptare. Unë e propozova pastaj që në preambull thashtë ta shkruajmë emrin e Adem Jasharit. Kur e thash kështu, dhe më thonë, kaloj, dhe sa dhe ke vetëm një fjali, dhe më thonë, kushtetut shqiptar. Dhe më thonë, Republika Kosovës përbëhet për shumicë shqiptarëve të tjerë, fjalin vetëm keteki, asë një fjali tjetër s'ke, është kushtetut e qytetarëve të barabartë. Pra nuk lejoj që të përdore më shumë fjala shqiptarë? Jo, absolutisht. Kjo ishte për shkak që minoritetet të ndjeshin të barabarta? Për shkak minoritetet dhe gjitha këto, dhe më thonë, ne kemi edhe konteste kemi pas edhe këtë, dhe më thonë, nocionin FSK përfshin është pak ma shumë universale, forcat e sigurisë, forcat e sigurisë hinë policia, AKI-a, hinë shumë forcat tjera, unë kam propozuar 2-3 herë tjetë armata Kosovës, ushtria Kosovës, absolutisht nuk kemi pas shansë të kalojmë të. Dhe kushtetuta e Kosovës është se pra është ndër më të avancuarat në Evropë, që garanton drejtat barabarta për gjithë qytetarët e Kosovës. Dhe më thonë, fokusi ka qenë për respektimin e pakicave, pasi që ne shqiptarët jemi shumicë, aja, dhe më thonë, sublimohet si demokraci e mirë fill të një shtetit demokratik, dhe kështu që ne i kemë për pakica, dhe më thonë, për drejta lirin njërit, i kemë 2 kapituj. E kemë kapitullin 2 për drejta dhe lirit universale të gjithë qytetarëve, dhe kapitullin 3 ekskluzivisht është për pakica ose minoritetet si quhet ne. Dhe më thonë, është avancuar që kushtetutat tjera nuk i kanë këto. është avancuar këtë drejtim, sepse është konsideruar një farloj kompromisi, sidomos me Serbë, për shkak të që ne të kemi një shtet të pavarur dhe sovran, një farloj kompromisi. Dhe kompromis tjetër është se gjuha zyrtare në nivel vendit, nivel republike, është gjuha shqipe dhe serbe, që kjo nënkupton në mënyrë alternative se edhe serbet janë popull konstituiv i republikës. A keni insistuar që në atë kohë gjuha serbe të ishte gjuhë zyrtare në lokalitetet ku banojnë ata dhe të mos ishte në nivel shteti? Kemi insistuar sikur që është gjuha për shembull gjuha turke, gjuha bosnjake dhe gjuhë të tjera edhe këte, për shkak se janë minoritet, se pjesa dërmuese shumica është populli shqiptar, nuk kemi pas sukses se kanë qenë e sankcionuar në pakun atisarit. Dhe duke që komuniteti serb as me gjitha këto diskriminime pozitive që janë bërë, janë të pakënaqur dhe vazhdimisht të kërkojnë më shumë, pasi që asnjë shtet në rajon nuk i garanton komuniteteve të drejta tilla. Jo vetëm që janë pakënaqur në aspektin verbal, po ata janë pakënaqur në aspektin e veprimeve. Kur kemi shpallë, domethënë Kosovën shtet pavarur dhe sovran, deklaratën e pavarësisë nuk jetë nënshkruar asnjë serb. Dhe thotë nuk e kanë pranuar si të tillë, nuk e pranojnë aspektin shpirtëror, dhe thonë pavarësinë e Kosovës, se e konsiderojnë se është vendi i Serbisë,
por ne kemë për detyrë, si autoritete, kemë për detyrë me integru në aspektin kushtetues dhe demokratik. Të gjitha ato drejta të cilat janë të sankcionuara me kushtetut, duhet të zbatohen, të implementohen dhe të integrohen. Nuk kemi detyrë me ishtini që thot populli më na dashtë, por ata duhet mi respektu ligjet e Kosovës pozitive që janë, pashtu edhe kushtetutën e Kosovës dhe çdo akt tjetër në ligjo. Dhe jo, çdo i kanë respektuar këto. Jo. Edhe me kushtetutën e Kosovës e dim që 10 vendet ulseve në kuvend janë të rezervuara për komunitetin serb, të garantuara dhe 10 të tjera për komunitetet. Por, ndër vite këto vendet të garantuara u keqpërdorën nga serbët, pasi që blokuan shumë procese, përfshirë edhe ndryshimet kushtetuese për ushtrin, apo jo? Po shikoni, dhe më thonë, janë disa çështje të cilat nuk mund të ndryshohet, s'mund të amendamentohen pa vullnetin të quaj, ose pa votën e serbe dhe minoriteteve. Ne i kemë kushtetuti, janë 8 ligje që quhen 8 ligje organike, në të cilën nuk kemë të drejtë për to të mbajmë edhe referendum. Është gjuha, kultura, dhe të të komunat e kështu me radhë, por ne kemë drejtën e referendumit edhe ligjin e kemi nxjerrë pastaj duke bazuar në kushtetut, por janë disa ligje, dhe më thonë organike, të cilat pa serbet edhe minoritetet nuk kemë mundësi. Ky sistem është sistemi i randë, dhe më thonë sistemi bandinterit, të cilën kinën kupton se duhet bërë kompromis të jashtëzakonshëm duke sfiduar të drejtën tonë natyrore. Që nën kupton, dhe thonë, ky kompromis ose ky segregacion pozitiv të quaj që nën kupton me vedije një të drejtë tonë e jep dikuj tjetër për një interes më të madh publik. Po, në kohën kur e hartonit këtë kushtetutë dhe këto vendet të rezervuara, të garantuara për komunitetet, a e keni thënë para ndërkombëtarëve që këto vendet të garantuara mund të keqpërdoren, apo nuk është menduar në atë kohë? Nuk është menduar. Dëgjoni, është e pamundur të t'i parashesh çdo krijues ose hartues i kushtetutës ngjarje që do të vinë. Ato bëhen pastaj norma gjithmonë shkruhet pasi që të bëhet veprimi. Në kornizat e përgjithshme në parime, kushtetuta është shumë funksionale, e cila nuk ka nevojë të amendamentohet, citata të caktuara, por veprimet e autoriteteve, partive politike, institucioneve janë në kundërshtim me kushtetutën në veprimet e cilat i bënë. Përndryshe, kushtetuta është shumë e hapur, është demokratike, liberale dhe ka lënë opsione për zgjidhjen e problemeve, respektivisht për institucione, për krijimin e institucione. Nëse ka veprime destruktive, ta që kështu shumë vështirë t'i parashikon ato. Por e kemë na këtu në Kosovë, është gjykata kushtetuese, një institucion i centralizuar, e cila ekskluzivisht mirët, dhe më thonë, me interpretimin e kushtetutës, i mirët me ligjet, të cilat nuk janë harmoni me kushtetutën, me mbrojtjen e drejtave dhe lirave e njerëzit, dhe është një institucion shumë i respektuar, sidomos ka vlerën e vet e ka në shtetet demokratike. Dhe thamë edhe më herët që kjo kushtetutë ju ofron shumë të drejta komunitetit serb, megjithatë ata mbeten të pakënaqur dhe vazhdimisht kërkohet tashmë sa vite formimi i një asociacioni të komunave me shumicë serbe dhe në bazë të atyre marrëveshjeve të arritura në vitin 2013-2015 është thënë se i tejkalon kompetencat e gjykatës kushtetuese dhe tani ka hezitim që të formohet ky mekanizëm. A dëmtohet shteti i Kosovës me këtë asociacion të komunave, pasi që pas formimit të qeverisë besoj se prapë do të vazhdoj presioni njëjtë. Shikoni, motivacioni, ne kemi diskutuar edhe këtu, motivacioni i krijimit të një mekanizmi i quajtur asociacioni komunave ka qenë për zhbërjen e komunave paralele që janë quajtur, ilegale që janë quajtur. Ky motivacion ka qenë për me kriju, me qitë në sipërfaqe që ato kërkesa që serbët bëjnë në mënyrë ilegale. Por ai duhet me qenë i kontrolluar. Nuk guxon asnjë institucion, as aktet, nuk guxojnë pa qenë të kontrolluara. Do të thonë kontrollin e ka nga qeveria e Kosovës, respektivisht nga Ministria e Pushtetit Lokal. Kompetencat, sipas mendimit tim, dhe si e kam pa, do të thotë janë kompetenca ekzekutive të karakterit lokal. Kryetarët e komunave tonë janë ekzekutiv. Kështu që kjo dën vetëm një mbikëqyrje, një kontroll, përndryshe nuk është ndonjë element i cili mundet me destabilizu Kosovën.
Për ndryshe, asociacioni është, fat ka 5 vjet pilot projekt, që nënkupton nëse nuk shkon ashtu si duhet, mund të shpërbehet. Pra, mund të shpërbehet nëse tentohet që të tentohet të keq përdorë tjera, kështu me radhë. Dhe me thonë, zhëtërtohet se gjitha veprimet të cilat ata duhet të bëjnë, duhet të bazuar në ligjë dhe në kushtetut, edhe kërkesat, dhe me thonë, që i kanë, ndonjë kërkesë të veçantë që i kanë, duhet me ju në nështru gjykatës kushtetuese. Po dhe nga praktikat e deri tanishme është parë që komuniteti serb i ka keq përdorur gjitha privilegjet që i ka ofruar kushtetuta e Kosovës dhe ligjet. Po, është vërtet, për shkak se është ndikimi i qeverisë serbe. Po. Edhe politikat i bëjnë basë asaj se ata ende s'kan mund me mirë vetën se jetojnë në një shtet të pavarur, sovran dhe demokratik në raport me Serbinë. Konsiderojnë se ende Kosova është pjesë e Serbisë, është një farë ëndër e keqe e tyre, dhe se unë besoj që do të kaloj dal. Dhe për fund, do doja që të flisnim edhe për interpretimet politike të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese. Shpesher është folë në opinion se disa vendimet të marra nga gjykata kushtetuese kanë qenë të politizuara. Si keni parë ju këto komente? Po shikoni, vetë gjykata kushtetuese është politike. Politika është qytetërim, por në kuptimin praktik, gjykatën kushtetuese zgjedh parlamenti. Unë si në nënkrytar e gjykatës kam pas një mori votash nga parlamenti, nëse në kupton një përfaqësues i popullit. Çështjet nuk janë politike, po janë juridike, po refleksioni i vendimeve ka herë karakter politik. Kështu që gjykata, edhe unë sa kam qenë, edhe sot që janë gjyqtarët, punojnë në mënyrë shumë profesionale, panshëm, janë nëngjyqtarë, të cilën është e pamundshëm të janë tanshëm në një çështje të caktuar. Nuk ndikohen nga partitë politike? Absolutisht. Vetëm është percepcion ose paragjykim, përndryshe se nuk ka mundësi praktike të gjykohet se janë nëngjyqtarë. Ke parasysh ku të janë nëngjyqtarë, edhe janë profesional me praktika të mira edhe evropiane, edhe amerikane, edhe kosovare, kështu që absolutisht. Mund të eventualisht të ndikohet në 1-2 apo jo nuk mund të ketë ndikim tek të nëntit. Këtë gjykatat e faktit është vetëm një gjyqtar ose 3, ndoshta ka mundësi disipër. Nën gjyqtarin, krejt profesional edhe betimin e kanë thënë që mos të jenë të anushëm. Dhe partitë politike parlamentare kanë shfrytzuar shpesher gjykatën kushtetuese për të dërguar ligjet të caktuara për të parë nëse ato janë në harmoni me kushtetutën apo jo. Dhe kjo është e drejtë e tyre. Ata janë pa aleatorizume, jo partitë, por janë grupet parlamentare, janë pa aleatorizume dhe kanë të drejtë, kanë mundësi me ju referu gjykatës kushtetuese, por nuk nënkupton që gjithmonë kanë të drejtë. Do herë e hupin e rastin, do herë e fitojnë. Por gjykatën duhet me respektu, se nuk nënkupton që gjithmonë e fiton në rastin. Ka mundësi që mos me fitu ndonjëherë rastin. Por ka pasur kritika që, sidomos në legislaturën e kaluar, opozita dërgonte ligjet e përgatitura nga qeveria në kushtetuese, pastaj deputetët e opozitës i akuzonin këta të opozitës se po i blokojnë proceset reformuese. Si keni parë ju këto? Po, ato e dhe me thonë lëvizje politike, ta që i kështu është percepcione politike, nuk janë juridike, një mundësi e kanë si të tillë, dhe mirë kanë bërë që i kanë dërguar në gjykatën kushtetuese, se nuk kanë pas siguri që një ligj, dhe me thonë, është në përputhje me kushtetutën. Dhe gjykata ka pikërisht këtë kompetencë për me sharu çdo ligj, ose çdo një ligjit, është në përputhje me Kushtetutë e Republikës Kosovës. Por a përdoren ndonjëherë për qëllime politike për ta bllokuar një ligj për një kohë të caktuar, derisa gjykata kushtetuese ta merr një vendim? Në parim, jeta është krejt politik. Do të thonë, mund të reflektohet, po politika është një spektër i gjerë i mendimeve, edhe është me ngjyra. Çështjet juridike janë të sakta, bazike, dhe aty do në koncentrim. Politik mund të flosh çka dush, për atë arsye se jemi demokraci, dhe ka mundësi me pas edhe konotacion politik nga jashtë, por kur kërkesa hyn brenda, ajo nuk është politike, po është vetëm juridike. Dhe krejtësisht në fund, cilat janë ato masat kryesore që duhet ndërmerren që të forcohet sundimi i ligjit dhe të respektohet kushtetuta e Kosovës në mënyrë që garantohen të drejtat e qytetarëve për të gjithë njëjtë, të barabartë. Shikoj, neve na mungon ende, domethënë, ngritja e vetdijes institucionale. Jemi shtet i ri. Unë këta gjithmonë e përkufizoj si një farë lloj tranzicioni.
edhe te kaloj këte. Për ndryshe, çdo autoritet i shtetit, personalitet, duhet ta ketë parasysh kur të hynë në shtet, në pushtet, interesin kombëtar me qenë i pari, ligjin duhet me respektu dhe parën publike mas me prek. Pushteti të fisnikron, nuk të prish. Dhe me thonë, për para kanë thonë populli gjithmonë se shkojnë në pushtet të prishi, jo. Pushteti, nëse je i prisht, atë e qenë në sipërfaqe. Nëse jem praktik të gjëra dhe jem konsekuent të gjëra, respektimin e interesit kombëtar ose shtetëror, para interesit privat, respektimi i ligjit, parën publike mos e prek, pushteti të fisnikron. Dhe gjatë kësaj përgjigje, natyrisht lind pyetja, apo ndodh kështu për faktin që apo e vendosim shtetin para interesit partijak dhe interesit personal, pasi që po shkojnë muajt dhe nuk po formohet as qeveria e re. Unë i kam mendimet e mia, dhe me thonë, nuk jam i kënaqur gati asnjëherë për të arritur të shtetit se dëshiroj me qenë si institucionalist, si pjesëtar i krijimit të shtetit, dëshiroj që ky shtet i jonë të jetë një shtet juridik ku sundon vetëm ligji, sundimi i ligjit, dhe të jetë integruar në mekanizma ndërkombëtar që ende nuk jemi. Do të thotë dhe e konsideroj se nëse bën ndonjë matje, kjo bëhet me komparacion ose në krahasim me shtetet përreth. Parafërsisht jemi si Maqedonia, si Shqipëria, si Malezi, si Serbia, mos shkojmë atej, domethënë jemi në Ballkan parafërsisht shtet që të cilën kemi arritur me mund, me ndjes, me inteligjencë e kështu me radhë. Ka vende për përmirësim dhe duhet të ulim gjakrat, partit politike, të ulen dhe të diskutojnë, të bisedojnë për krijimin e pushtetit shtetëror, se pushteti është i vetmi mekanizëm i cili e lëviz shtetin. Pa pushtet nuk ban, e mekanizëm që i ndërton shtetin një partit politike, që për mua janë pasuri kombëtare, të cilat pa to nuk mund të zhvillohet asgjë, por udhëheqës, autoritetet, liderët e partive politike duhet me qenë shumë konsekvent me ditë se jem në një situatë bukur të paparashikueshme me ndryshimet radikale të administratës amerikane, të cilën jem të lidhur ekskluzivisht me ta, si në krijimin e shtetit, si në krijimin e lirisë, si në përparimin, si në integrim e kështu me radhë. Dhe nga ajo çfarë po shohim duket se nuk ju bëhet shumë vonë. Po shkojmë ngadalë, por domethënë kur njeriu ose dikush i bën disa gjëra të këqija dhe nuk ndalet, atëherë të ndalin. Zoti Kryeziu, ishte kënaqësi të bashkë bisedojmë në këtë ditë të veçantë. Falenderoj shumë që ishit në emisionin Së Drejtë për Drejtë. Faleminderit, respekt. Bisedua me njërin nga hartuesit e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ish gjyqtari në Gjykatës Kushtetuese Kadri Kryeziu. Vazhdoj me materialet e tjera. U shënua 26 vjetori betejës së Koshares, një prej betejave më të rëndësishme dhe më të suksesshme të ushtrisë qeverimtare të Kosovës gjatë luftës në Kosovë. Këtë ditë e përkujtuan kryer institucional e përfaqësues të partive politike. Kryeministri në detyrë Albin Kurti në përvjetorin e 26 të betejës së lavdishme të Koshares ka bërë homazhe në kompleksin memorial në Koshare për të nderuar sakrificën e dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nga radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës ranë dëshmor 114 luftar me në krye komandantin Agim Ramadani Katanën dhe Sali Qekun, por gjithashtu kishim edhe mbi 400 të plagosur. U vranë së paku 108 ushtar e oficer të ushtrisë agresore e okupatore serbe, dhe përveç kësaj, është e rëndësishme të theksohet që në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kishim vullnetar nga Franca e Algjeria, nga Italia, Suedia e Britania, ndërka që në radhët e ushtrisë së Serbisë kishte mercenar nga Rusia. Ne vim këtu tek varret e dëshmorëve që t'ja përkujtojmë vetës se sa e lartë ishte sakrifica e tyre, sa e lavdishme është lufta UÇK-s dhe sa i madh çmimi i lirisë që e gëzojmë
e të shtetit të cilin po e ndërtojmë së bashku. Edhe presidentja Vjosa Osmani ka kujtuar betejën e Kosharës, duke thënë se ishte një akt i pastër besimi se për liri populli i Kosovës paguan çdo çmim. Beteja e Kosharës, flakadan që nuk shuhet kurrë. Aty ku regjimi gjenocidal i Serbisë kishte ngritur murin ndarës me Shqipërinë, vajza e djemt të UÇK-s ngretën një ideal e mbollën guxim e frymëzim për breza të tërë. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka bërë homazhe në kompleksin memorial në Koshare. Ai shtoi se kjo ditë është një kujtim i përjetshëm për sakrificën sublime të dëshmorëve. Sot me bashkëpunëtor të mi, të Lidhjes Demokratike të Kosovës, po mbi gjitha me heronjtë të gjallë të betejës së Kosharës, nderuam një ndër betejat më madhështore të ushtrisë shërimtare të Kosovës, atë të Kosharës, 26 vite më parë. Djemt e vajzat më të mira të vendit nisën thyrjen e kufirit shqiptar dhe me këtë nxitën dritën e parë të triumfit të luftës shërimtare të popullit Kosovës për liri, për pavarësi, për demokraci. Sot nderojmë të 113 martirët e heronjët e rënë, Agim Ramadanin, Sali Qekaj dhe gjithë të tjerët që dhanë jetën më të shenjtën për këtë vend, për lirinë tonë, për brezënitë e ardhshme. Më datën 9 prill 1999 në kuadër të operacionit Shigjeta, brigada 138 e UÇK-s në krye me komandantin Agim Ramadani luftoi me ushtrinë okupatore serbe për thyer kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Për veçmarrjes së kontrollit të kufirit, betejë e Kosharës kishte rëndësi të veçantë në krijimin e një rrjeti të qëndrueshëm të mbështetjes dhe logjistikës për UÇK-n. Korporata Energjetike e Kosovës ka njoftuar se është ndalur puna në njësinë B2 të termocentralit Kosova B për shkak të rrjedhjeve të konsiderueshme të ujit. Keku ka njoftuar të mërkurën se procesi sanimit të gypave të dëmtuar do të zgjasë deri në 48 orë, derisa tha se ka arritur të siguroj rreth 5000 megawatt energji elektrike nga burime të jashtme që përfaqëson 90% të kapacitetit të planifikuar të prodhimit të njësisë B2. Korporata Energjetike ka njoftuar se hera e fundit kur kjo njësi ka pasur rrjedhje ishte më 4 dhjetor të vitit të kaluar. Ndalja u tha se ishte domosdoshme për të parandaluar pasojat më të mëdha. Këto ishin gjitha materialet të përgatitura për emision në sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.